Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të mërkure në qytetin e Tiranës. Sipas raportimeve, një 16 vjeçare i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga pallati. Shkaqet dhe rrethanet e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërsa policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje. Me datën 1 tetor 2025 në rrugën Xhan Buzuku, një shtetësi e mitur rreth 16 vjeç dyshohet se është vetë hedhur nga lartësia e një pallati në ndërtim, e cila për pasojë ka humbur jetën. Grupi hetimor po punon për identifikimin e saj, si dhe për sharimin e plotë të rrethonave të rastit.